Sot përshënojmë përmbylljen me sukses të një prej projekteve më të rëndësishme të korporatës energjetike të Kosovës, që nga ndërtimi. Modernizimi i njësisë prodhuese B2, që garanton stabilitetin afatgjatë të furnizimit me energji elektrike për gjithë vendin. Jemi këtu bashkë me Ministre në detyrë të ekonomisë, Artane Rizvanolli, po ashtu edhe me kryeshefin, ushtruesin e detyrës kryeshefit në KEK, Gramos Hashanin, pastaj me kryetarin e bordit të KEK-ut, Valdren Krasniqin, dhe me anëtarët e tjerë të bordit, që t'i përgëzojmë punëtorët dhe KEK-u në përgjithësi për këtë arritur shumë të rëndësishme për vendin tonë. Ky projekt ishte planifikuar që të zbatohej nga prilli deri në shtator si vjet, si ndërhyrje e thellë teknike dhe inxhinierike, e cila e ka transformuar njësinë e prodhimit në një sistem shumë më efikas, më të qëndrueshëm dhe më të sigurt. Ky është sukses i madh i ekipit të KEK-ut, i mbështetur nga qeveria dhe nga partnerët teknik, i cili sot po kurorëzohet me këto rezultate të prekshme e të dukshme. Përmasat dhe rezultatet kryesore janë me sa vjen. Kapaciteti prodhues është rritur për 35 megawatt-orë, pa asnjë ndryshim në parametrat bazë të funksionimit. Pra, dikur e dim shumë mirë që këtu kemi parë shifra 3 shifrore, të cilat e kishin numrin 2 në fillim, tash e kanë numrin 3, dhe kur kësaj parafërsisht kapacitetit prej 318 megawatt të B2-shit, ja shtojmë edhe atë prej 277 të B1-shit, i afrohet kapacitetit të gjithë mbarshëm prej afër 600 megawatt vetëm nga termocentrali Kosova B. Eficienca e sistemit është ngritur ndjeshëm, falë teknologjisë së re dhe modernizimit turbinës, që tash garanton prodhim më të madh dhe me më pak konsum energjie të brendshme. Konsumi i thëngjillit është ulur nga 1.3 ton në 1.15 ton për megawatt-orë, duke dëshmuar përmirësim të dukshëm në procesin e konvertimit të energjisë. Për të njëjtën sasi të megawatt-orëve të prodhuar, tash kemi ndotje më të ulët falë përdorimit më efikas të lëndës djegëse. Jetë gjatësia e njësisë është shtuar për rreth 20 vjet, ndërka që cikli mirëmbajtjes së pajisjeve të reja është shtyr nga 6 në 9 vjet. Një përmirësim që do të kursej miliona euro në mirëmbajtje dhe do të garantoj stabilitet më të madh afatgjatë. Arsyeja pse ka rënë prodhimi i KEK-ut gjatë 6 muajve të fundit ka qenë pikërisht sepse kanë qenë duke u bërë këto investime të cilat janë bërë për herë të parë prej pas më se 40 vitesh prej kur funksionon termocentrali Kosova B, dhe pikërisht kjo sakrificë afatshkurtër na sjell këto rezultate të cilat janë afatgjata. Afatgjata në kuptim të edhe të rritjes së prodhimit, që është rritur për 35 megawatt kapaciteti tashmë pas këtyre investimeve që janë bërë, edhe jetëgjatësinë e termocentralit, edhe kosgjatjen që do të punojë termocentrali pa pasur nevojë për ta ndalur për remonte të gjata kapitale. Të gjitha këto do të thonë që siguria jone e furnizimit është më e lartë, do të thotë që do të duhet të importojmë më pak dhe mund të eksportojmë më shumë, dhe rezultatet tashmë po shihen. Vetëm si rezultat i futjes në funksion të bllokut disa ditë para se që ka qenë planifikuar, 5 ditë përpara, eksporti i KEK-ut gjatë asaj periudhe ka qenë 2 milion euro vetëm për atë 5 ditë.